Të shtunën e kaluar ishte pikërisht ky grusht dhe këto pamje nga Zvërneci që sollën edhe reagimin qytetar me protesta të mira qytetarëve në Tiranë. Këtë të shtunë protestuesit u kthyen sërish në atë që mund të quhet skena e krimit, por këtë herë nuk kishte rrethim me tela me gjemba. Flamingoja që është kthyer në simbol të protestës nuk mungoi. Me pankarta dhe me thirrje përsëritën qëndrimet kundër projektit turistik. Gjatë pasdites, protesta u spostua në Tiranë ku u grumbulluan para kryeministrisë sërish me mijëra qytetar. Me flamuj kombëtar dhe pankarta me mbishkrime si revolucion dhe Shqipëria nuk është e tradhtarëve, protestuesit përsëritën kundërshtimin e tyre ndaj projektit në Zvërnec. Gjatë tubimit u dëgjuan thirrje për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, ndërsa organizatorët deklaruan se lëvizja do të vazhdojë deri në realizimin e kërkesave të paraqitura ndaj qeverisë. Protestuesit ripërsëritën 5 kërkesat e tyre kryesore, të cilët I cilësojnë të panegociueshme. Ato përfshin dorëheqjen e qeverisë, shfuqizimin e statusit dhe të kuadrit ligjor për investitorët strategjik, shfuqizimin e paketës së maleve, anulimin e ndryshimeve në ligjin për zonat e mbrojtura dhe anulimin e ndryshimeve në ligjin për trashëgiminë kulturore shqiptare. Një moment I veçantë I protestës ishte edhe pjesëmarrja e të rinjve nga Kosova, të cilët kanë udhëtuar drejt Tiranës për të mbështetur kauzën kundër ndërtimit të resortit në Zvërnec. Ata shprehën solidaritet me protestuesit dhe inkurajuan të vijojnë mobilizimin për mbrojtjen e asaj që e konsiderojnë pasuri kombëtare.